أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Fillimisht padyshim të gjitha falënderimet I takojnë Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin te dërguarin e fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe besnik, dhe mbi të gjithat ata të cilët e kanë ndjekur, janë duke ndjekur dhe do ta ndjekin rrugën e tyre me mirësi deri në ditën e fundit. Leza sot kam përzgjedh një temë e cila është shumë e rëndësishme, besoj se arsyeja e përzgjedhjes së kësaj teme, pra për rëndësisë që e ka dhe arsyeja pse kam zgjedhur këtë temë është se unë vetë jam prind edhe I kam fëmijët në atë moshën e adoleshencës. Po jo vetëm që jam prind edhe I kam fëmijët në moshën e adoleshencës, po I kam edhe nxënësit në atë moshë. Edhe kam pa shumë të arsyeshme se kjo temë këta I prek më shumë ti këtë pjesë dhe të shoqërisë. Pra këtë pjesë, këtë kategori të moshës I prek më shumë ti. Mirë po, kjo temë nuk është vetëm për ata. Për ata është më e theksuar se ata kanë nevojë më tepër sepse janë adoleshent, por kjo temë të cilën do të cekim disa, domethënë do të thellohana në këtë temë, për shkak se nëse thellohana në të duhet për çdo nën temë ligjërat 2 apo 3 ligjërata. Për këtë arsye themi se kjo temë është tema se si neve ta ruajmë besimin ton në këtë kohë moderne. Pra çka janë sprovat e kësaj kohë moderne dhe si neve ta ruajmë besimin ton në këtë kohë. Thash që është temë të cilës askush nuk I shpëton, apo shumë rrallë, gati se asnjë nuk mund t'i shpëton për shkak se kena të bëjmë me zhvillimet e shumë të shpejta të teknologjisë. Pra ka shumë zhvillime të shpejta në teknologji, pastaj kjo rrjedh edhe sjell pastaj edhe çka përhapjen dhe mundësinë në arritjen e ideologjive shkatruese, ideologjive të cilat janë domethënë amorale dhe janë ideologji të cilat janë edhe laike, të cilat e kundërshtojnë dhe luftojnë pa dyshim fen Allahu subhanahu wa taala apo besimin në Zot. Për këtë arsye vëllezër, themi se prej asaj që neve shohim dhe na rrethon dhe është sprovë aktuale të cilën neve e jetojmë të gjithë ne. Por tham do të ta cekim pjesën e fëmijëve për shkak se ata janë të pambrojtur. Ata nuk dinë ta dallojnë çka është e mirë dhe çka është e keqe për ta. Dhe do të cekim disa pika të cilat I kena folë edhe mes hoxhallarëve, por e shohsen një pjesë e madhe e njerëzve kur ua përmendish nuk e kuptojnë se qen ka si sëmundje, qen ka si diçka të cilën dikush e ka cek, dikush ka studiuar rreth saj dhe dikush e ka përmbledh dhe ka përmend si problematike shumë problematik të rëndësishme që e has njerëzimi dhe ata të cilët e kanë përmendur nuk janë musliman. Janë njerëz të cilëve Allahu ka dhënë mendje të shëndosh dhe e shohin se sa e rrezikshme është kjo dukuri dhe kjo çështje. Për këtë arsye vëllezër themi se prej pikave kryesore që neve duhet të kemi kujdes, edhe pse e përmendin shumë hoxhallar dhe shumë njerëz, por e përmendin edhe jo hoxhallar, njerëz që nuk janë musliman, është çështja e rrjeteve sociale. Çështja e rrjeteve sociale vëllezër e shohim se aty për fat të keq pa ma prasit cila është prej tyre. Të gjitha do deshtëm ne apo nuk deshtëm, I del diçka fëmiu ton, po na del edhe neve diçka e cila me të vërtet çka na cënon të njëra prej këtyre pikave që përmend. Ose në moral, ose në ideologji, ose më keq që është tash në këtë kohë e ideologjive që çështja e problemit të gjinive, që nuk ka qenë më herët. Është sprovë e re, është sprovë të cilën çka ata që ja duan të keqën njerëzimit kanë arritë që njerëzve t'u ambushin mendjen dhe t'u imponojnë ideologjin se nëse diçka është trend, është në rregull. Pra përcaktimin e të mirës dhe të keqes nuk ja kalon atij që I takon, por si sfidë në vetë është kjo se kush e përcakton të mirën dhe kush e përcakton të keqen. Për këtë arsye vëllezër, neve themi që duhet të jena shumë të kujdesshëm rreth kësaj çështje. Ajo çka e përmendin që është si sëmundje që është përmendur më herët, mirë po tash është aktuale shumë më shumë se sa më herët, është çështja që quhet në gjuhën angleze brain rot. Apo ta përkthejmë në gjuhën shqipe është kalbja e trurit. Kjo është interesante si temë. Kjo është përmend vëllezër më herët në vitin 1854 nga Henry David Thoreau. Ky ka qenë një
britanes, duket me prejardhje, e cili ka pas se Britania po has një krizë të madhe në këtë aspekt. Shive kur është kjo? Është 1854. Kur ta krahasojmë atë si ka qenë çështja e sprovave ndaj fëmijëve, ndaj njerëzve në kërkimin dhe marrjen e informatave, e shohim që ka qenë shumë më pak e përhapur, apo ka qenë shumë më e rëndë arritja deri te informatat e devijuara se sa që është sot. Mirë, po ky prej atëre ka përmend dhe ka thonë nuk e kanë gajle britanezët kalbin e trurit, se e kanë gajle kalbin e patateve apo domateve kështu me radhë. Tha, përkundrazi një shoqëri do ta ketë gajle më shumë këto. Tash do t'i kthejna fjalës si fjalë. Brain rot, do të thonë kalbje e trunit. Pse është emërtuar kjo si kalbje e trurit? Edhe bile është në vitin 2024 vëllezër, është zgjedhur si fjala më e rëndësishme e këtij viti. Kjo fjalë, brain rot, pra kalbja e trunit. Pse? Do ta shohim se jo rastësisht e përmendin dietarët, dhe jo rastësisht Oxfordi ka përzgjedhur si fjalë të vitit. Vëllezër, brain rot është kur themi kalbje e trurit, do të thonë me të vërtet në tru ndodhen një farë kalbje. Pse? Për shkak se njeriu të përgjithësi, po edhe fëmijëve të cilët nuk dinë ta dallojnë. Ndoshta neve na del diçka e tillë. Mirë, po ne dimë që kjo bën, kjo s'bën. Fëmia nuk din. Çka ndodh me trurin e fëmijës? Kur bën scroll fëmia, i del diçka që është konstruktive, mirë është kjo. Por diçka që është dekonstruktive. I del diçka që është amorale, i del diçka që ka lidhje të bëjë me veturat, pastaj del diçka ka lidhje të bëjë me fen, pastaj ka lidhje të bëjë me ideologji të ndryshme. Domethënë dalin sende që të cilat janë kundërshtim njëra me tjetrën për një kohë të shkurtër shumë. E çka ndodh, truni është në atë fazë në të cilën nuk mund të përfiton prej kësaj gjendje. Edhe prandaj është quajtur ç'është kjo, domethënë shumë e përhapur sot në Gen Z apo Alpha, është shumë e përhapur, çka kjo si smundje në kohën tonë. Kjo nuk ndodh vetëm fëmijëve. Thamë edhe neve non stop. Pra, njeriu i cili shfleton dhe bën scroll non stop, edhe i dalin një ditë temë tjetër, pasi temë kompletisht krejt ndryshe për asaj. Pra sa e tjetër, ajo tjetër nuk di druni çka të bën. Truni bëhet kalbet. Prandaj ka qytet e kalbje. Nuk di çka të bën truni, se nuk ka diçka që është edhe radhitur që truni ndërton të. Dhe kjo është vëllezër prej problemeve kryesore sot në këtë kohë. Duhet të kena kujdes. Me qëllim e përmendi se të gjithë një pjesë e madhe e neve jena prindër, mirë, po kjo vlen edhe për neve. E njëjta na ndodh edhe neve. Pra, vjen puna, nuk e din ti do të flasësh për një temë, por nuk e di ka t'ja nisish, se ke përzime informata, ke shumë informata, poshe. Nuk i ke informata të radhitur njëra pas tjetrës që të jetë konstruktive, të jetë diçka që ka e ndërtuar në trunin ton. Po truni jot bëhet domethënë është në atë gjendje që nuk din çka të bën. Pse? Se i vjen një informat për diçka tjetër, një informat për diçka tjetër me tematikë tjetër, edhe më në fund ai fëmia humbet dhe bëhet prej atyre të cilët nuk i dinë çka dojnë prej jetës. Pra arrin deri në atë shkallë që ai nuk i din çka do. Pse? Aq shumë informata janë mbledh atij për njerë. Për këtë arsye, kjo është një prej sfidave shumë bashkëkohore që tash në këtë kohën tonë për fat të keq e kena si sfidë kryesore momentalisht. Pra sfidën e rrjeteve sociale në të cilat ekspozohet fëmia jon, ekspozohen ne, e jo më fëmijët ton, çka me diçka e cila është e dëmshme për to. Qoftë në aspektin e moralit, qoftë në aspektin e fesë të tij, qoftë në aspektin edhe njerëzimit të tij, njerëzillëkut të tij. Fitrës që ka të pastër. Sepse aty shet që njerëz milionera shkojnë, kanë qift, kalojnë veten e vetë ta shndrojnë si apo të ndihen si për shembull kafshë të ndryshme. Japin para të shumta që ndihet si kafshë. Edhe çashtu janë, domethënë, edhe arsyetohet, kjo më e keq është se kjo arsyetohet nga dikush sepse kjo është e drejta e tij. E këtu lind pyetja tash te çështja se kujt i takon. Të cakton apo ta përcakton çka është e mirë, çka është e keq. Kjo është shumë e rëndësishme vëllezër. Edhe pa dyshim që kjo e drejtë është vetëm e drejtë Allahut subhanahu wa taala dhe do të thellohemi inshallah më tepër në të. Një sfidë tjetër që është kjo ka qenë. Domethënë do ta shohim se ka qenë edhe para me mijëra vjete më herët, mirë po është edhe sot e këtë ditë. Gjë të cilën edhe bëhet edhe më sfiduese ndaj fëmijëve ton, sepse ata kanë durr të tyre diçka çka hin ai kur e shehat hin botën e atij, ai në realitet është me një vend fukara, që është fukara, ndoshta s'ka mundësi të gjën më të lirë të asaj gjëje ta blejë. Për shembull, e shohim që fëmijët ton shikojnë dhe pasojnë, domethënë bëjnë follow njerëz të cilët kanë para shumë, fëmijë që kanë para shumë. Edhe aty ai thellohet, e shef jetën atij dhe ja nis të ndron fëmia jon, të ndron si të bëhet si ai. Kur del prej asaj, pastaj nuk e din çka të bën sepse e sheh realitetin e tij, pastaj hidhrohet me babën e tij, hidhrohet me prindit, pse ata nuk ja kanë mundsuar një gjë të tillë.
Pse ndodh kjo? Pse ai e sheh, lakmon. Këtë njëjtë ka përshkruajtur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ku flet për Karunin. Dhe kjo në thamë nuk është gjë e re, po ajo e reja e kësaj është që sepse sot fëmia është me ty në dhomë, ndoshta ai aty shikon diçka që ja prish akiden, moralin, ideologjinë e çdosh, fitrën e pastër. A me ty është? Kush e ka mundsu? Ja ka mundsu ki rrjet social. Për këtë arsye themi, kjo kulturë materialiste e cila ekziston sot edhe që i bëhet shumë davet vëllezër, edhe me të madhe ekspozohet, me të madhe i bëhet edhe reklam, është një kulturë të cilën për fat keq e kanë pas edhe popujt më herët. Edhe është gjë që çdo njeri lakmon kur sheh diçka që ka të bëjë me pasurinë. E kena rastin e Karunit, thamë në surën El-Qasas, prej ajetit 79 deri te 82, kur Allahu subhanahu wa taala një nga një e përshkruan se si ka qenë situata kur Karuni ka dalë me zbukuritë e tij dhe me pasurinë e tij para njerëzve. Dhe kjo ndodh edhe sot e këtë ditë. Po më e keqja thamë është se u ndodh fëmijëve tonë të vegjël, të cilët nuk dinë të dallojnë të keqen prej të mirës, edhe dëshiron të bëhet si ai fëmia i cili merr Ferrarin apo merr Lamborghini dhe e prish për vjusa, për shikime. Edhe ki aprish atë në tishmërinë se si ka mundsi njeriu, dikush i s'ka mundsi ta blejë, ja ndron ta blejë se ne blej, ki e thën për kur gjë. Pa këto gjëra vëllezër edhe ligjet universale të shëndosha ja thën apo ja prish dhe ja ngatron një fëmijë në trunin e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala në këtë sure, thot, pastaj kur doli Karuni, thot, para popullit të tij me stolitë që i pati. I stolisur me gjëra të shtrenjta dhe shkëlqente, pra shkëlqenin ato margaritare dhe argjend që ka pas. Pastaj thot, ata që dëshironin një jetën e kësaj bote, kjo është interesant për pjesën e njerëzve të cilët e kanë pa, mirë po kanë qenë grupi të cilët e kanë dashur jetën e kësaj bote. Thot Allahu subhanahu wa taala, ata të cilët deshën jetën e kësaj bote, çka ndodhi me ta? Thot, sikur edhe neve na ishte dhënë, sikurse i është dhënë Karunit. Me të vërtet, ai është njeri me fat. Me të vërtet, Karuni qenë ka njeri me fat. Kjo ka çka? Ke momenti kur ata e pan këtë pasuri. Edhe këtë njëjtën gjë, jo vetëm fëmijët tanë vëllezër, edhe neve na ndikon kjo. Edhe ne dëshirojmë të kena pasuri. Kjo është e vërtet. Mi po se a është e dobishme e pasuria për ne ajo, këtë di vetëm Zoti. Prandaj na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të themi, o Zot, ma jep këtë gjë nëse është e hajrit dhe e dobishme për mua, për fen time, për familjen time. Nëse kjo gjë nuk është e hajrit për mua, për fen time dhe familjen time, atëherë largohu atë prej meje dhe largo mua prej saj. Kjo pra si istihare. Edhe kështu do të jetë muslimani gjithmonë përballë karshi këtyre sendeve që ka i sheh me syrin e vet, dhe që janë fitnë dhe sprovë për të. Pastaj thot Allahu subhanahu wa taala, thot, por ata që ishin të pajisur me dije, pra ata të cilët Allahu i pajisi me dije, çka thanë ato? Mirë për ju, shpërblimi, thawabullahi, shpërblimi i Allahut është shumë më i mirë nga kjo që ju e shihni. Dhe thot, dhe ato nuk e arrin askush përveç se durimtarët. Pra, atyre që Allahu thot, atyre që u dham dije, edhe çka në fund, këtë nuk arrin vetëm se durimtarët. Çka? Ata të cilët thawabullahi, pra premtimin e Allahut dhe shpërblimin e Allahut nuk arrin vetëm ai që ka dije, të cilët në këtë rast grupi tjetër tha, ta kishim neve çka ka Karuni sepse ai që ka me fat, këto thanë, ju, mirë për ju. Nuk është kjo për të cilën neve duhet garojmë. Po ne duhet garojmë për çka? Për thawabullah, për xhenetin Allahu subhanahu wa taala, por kjo arrihet me sabër. Xheneti Allahut nuk arrihet vetëm se me sabër. E pastaj thot, ne Allahu vazhdon ta tregon se çka ndodhi me Karunin. Thot, pastaj neve çka e morëm atë dhe shtëpinë e tij, pallatin e tij, tha, e fundosëm tokë, e gëlltiti toka. Dhe çka ndodhi pastaj më vonë? Dhe ai thot, nuk pati as grup që ta shpëtojnë, pas që mundi veten e tij ta ndihmojë që të shpëton prej saj. Pastaj tash vazhdon ata të cilët njerë dëshironin ta kenë fatin e Karunit. Thot Allahu subhanahu wa taala, kjo është interesant si rast, është mirë njeriu të mediton rreth kësaj. Se Allahu subhanahu wa taala me disa në 4 ajete e përfshin diçka që i ndodh shumicës njerëzve sot. Shumicës njerëzve sot i ndodh kanë qejf të bëhen si filoni, kur e merr vesh filoni ka përfunduar keq. Thot, ma mirë mos ta kisha pas këtë pasuri. Filoni ashtu aktori kiçe, shumë keq përfundoi. Kjo ndodh, u ka ndodhur edhe atëherë para 3000 vjetëve, që është sprova e materializmit, sprova e dashurisë ndaj dinjos, është e njëjtë, edhe ka me qenë. Kjo nuk do të ndalet, por çka? Allahu na tregon neve se si neve të reagojmë në kësi raste. Than ata, thot, ata të cilët dëshirojnë gjë të ishin domethënë në vendin e tij. Pra të ishin sikurse Karuni, me atë pasuri të madhe që del para njerëzve
me zbukurim, me shkëlqim para tyre. Çka thot? Fillon të thosh me të vërtet, Allahu ja zgjeron, pra Allahu ja zgjeron riskun atij që dëshiron prej robëve të tij. Thot edhe ja ngushton, ja ndal atij që dëshiron. Pra risku qenë ka dorën e Allahut. Kjo mësimi për këtij ajeti. Pra edhe që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala, kujt Karunit ka qenë risk mirë pa çka, ai gaboi, s'dike ta falendron e Zotin se është prej Allahut. Por gjithmonë kibërlit, pasanikët të cilët nuk janë rrugt të Allahut, çka ndodhe me ta? Gjithmonë ato ja përshkruajnë suksesin vetes. Asnjëherë nuk adresojnë aty ku duhet. Allahu subhanahu wa taala shumë tek ajetet shumë ajet në Kur'an na përmend që furnizimi është në dorën e tij, nuk kena neve pse hym në çështje. Ne do të mina me obligimet tona të cilat na kalon dorë Allahu. Risku, furnizimin e ka marrë vetë në dorë. Edhe mirë që e ka marrë, elhamdulillah, për mëshirës teje që ta marraj, sepse neve si njerëz, shumë njerëz dikshim lënë pa furnizim. Njëri na ka prish qefin, tjetri na duket se nuk ka tamam, tjetri kena paragjykime se është i keq. Neve gjysmën e njerëzve nuk ta kishim lënë pa furnizim. Prandaj elhamdulillah furnizimin e ka lënë çka? Allahu në dorë vetë dhe nuk na la neve në dorë sepse do kishim bërë zullum të madh. Allahu është i drejtë në furnizimin e robëve të tij. Pastaj çështja tjetër, plus jeta e kësaj dinjoje nuk ka vlerë për Allahun. Të kish pas kjo jetë, vlerë për Allahun apo kjo dinjo, sa ka krahu i mushkonjës apo fleta e mushkonjës, asnjë qafirit i cili e mohon Allah nuk do t'i kishte dhënë asnjë pikë ujë, jo më tepër, një pikë ujë, jo më pallate, jahta, pasuri të madhe, kështu me radhë. Për këtë arsye themi çka? Për kësaj e kuptojmë vëllezër se pasuria është sprov e nuk është lavdi. Pasuria, njeriu kur është i pasur, ne ta kupton edhe ta dinë në atë moment që Allahu ja ka hapur rrezikun, mos mendoj që është lavdi se tham adresimi ku shkon? Te Allahu. Ai është furnizuesi. Pra, sa do të bësh ti miliona, përsëri thu, po këtë çështje ka në dorë Zoti, domethënë, prap nuk është puna jem. Allahu ka dashur të më furnizon, ka furnizuar. Pra, është sprov pasuria dhe nuk është lavdi. E para. Pastaj, mos u mashtroni, prej mësimeve që nxjerrë këto, mos të mashtrohen, ama mirë themi, nga pamja e dukshme. Mos të mashtrohemi se si duket njëri, nga fasada quhet në kohën moderne. Pra, mos mashtrohemi me fasadën e dikujt. Neve na intereson e mbrëmshmja. Ajo është e shëndosh, ajo është e sigurt. Se kur është temeli i sigurt, kur është e mbrëmshme e sigurt, çka duhesh ti palon pastaj mbi të. Rrina e çndron. Mirë, por kur është e mbrëmshme, kur nuk është e sigurt, nuk është e shëndosh, ai do të bjen. Ti mushe një ditë kamera siç ndodhi fundosja e kujt e Karunit me gjithë pallatin e tij. Pastaj themi që kënaqësia, pra kënaqësia e Allahut, pra që Allahu të jetë i kënaqur me neve, kjo është pasuria më e madhe. S'ka pasuri më të madhe se kjo. Se nëse është Allahu i kënaqur me ne, Allahu me ata të cilët është i kënaqur i va rregullon jetën e kësaj bote. Pra ata në këtë botë do të jetojnë çka me gjoks të zgjeruar, do të jetojnë të rahatshëm. Edhe nëse është fukara, s'prish punë. Nuk është aty lumturia dhe gëzimi. Pra atë person me të cilin është i kënaqur Allahu vëllezër, ai do të jetë i lumtur në këtë dynjë dhe nuk ka dyshim se do të ketë shpërblime të mëdha në ahiret, në botën tjetër. Prandaj kjo është prej mësimeve që e përfitojmë neve çka nga fjalët e atyre që thanë Wailakum, oj mirë për ju. Xheneti i Allahut është më i mirë se sa kjo që ju e dëshironi apo keni dëshirë ta keni. Pastaj kur të vjen puna a pasuria të ofrohet, a pasuri apo dieni dhe durim, çfarë do ta zgjedhim? Diturinë dhe durimin. Sepse kjo ke ajo i cila i shpëtoi këta grupën e dytë nga grupa e parë. I shpëtoi nga ajo që mos të binë grackën e atyre. Për këtë arsye vëllezër, jeta është përgjithësi, është sprov dhe është test dhe është për të marrë mësim. Kjo ka ndodhur para me mira vete në kohën e Karunit, kohën e Firaunit. Për këtë arsye themi se kjo jetë e kësaj bote historia do të përsëritet. Sidomos të çështjet që kanë bënë me dynjon, këto do të përsëriten, do të ketë gjithmonë Karuna. Por do të ketë gjithmonë grupi i parë, të cilët do të dëshirojnë të jenë si ato pasanikat, mirë po pastaj tërhiqen sikur se këta. Kur e çështja se ata humbin edhe e kanë përfundimin e keq, jo, më mirë mos të kena pasuri. Edhe do të ketë si grupi i parë, të cilët e kanë mësuar fen si duhet, i kanë mësuar rregullat e përgjithshme të fesë si duhet, dhe dinë se dynjaja është sprov, dhe dinë se do të përgjigjen për çdo vepër që bëjnë, dhe për këtë arsye çka këta kanë dituri. Edhe dituria, edhe durimi në atë që i ka furnizuar Allahu subhanahu wa taala dhe mjaftohen me atë të cilin i ka furnizuar Allahu subhanahu wa taala, kjo i shpëton këta. Që mos të bien në sprovën e dynjos dhe pastaj ta fitojnë ahiretin Allahu subhanahu wa taala.
Diçka tjetër që është shumë më rëndësi të ceket, se ka argument, domethënë, sa i përket kësaj, se për çka më shumë ti është brengos pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. A është brengos që umeti i tij të jetë i varfër? Pra do të jetë prova umetit në varfëri apo do të jetë prova umetit të tij në pasuri? Tregohet se apo Abdurrahman ibn Aufi tregon se Ebu Bejde ibn al-Jarrahi ka shku si njeri i cili e mbledh zgjatin në Bahrein. Pra i dërguari sallallahu alaihi wasallam Ebu Bejde ibn al-Jarrahi e ka dërguar si person i cili shkon në Bahrein të merr zgjatin. E thotë u kthye edhe në xhami në namaz sabahit, erdh edhe ndëgjuan. Pra sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin pranishëm edhe e kanë dëgjuar se ai ka ardhur me zgjat prej. Edhe kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam pas se nat mëngjes kishte më shumë njerëz, pra prezantohen më shumë njerëz në namazin e sabahut, qeshi i tha i dërguari sallallahu alaihi wasallam tash u drejtohet atyre thotë, mendoj se ju keni ndëgjuar për ardhjen e Ebu Bejdes. Ata than po ja Resulullah. Po, kena dëgjuar se ka ardhur Ebu Bejde prej Bahreinit, normal ka ardhur me pasuri që ka mbledh prej zgjatit. Atëherë thotë gëzohuni dhe shpresoni për gjërat që ju kënaqin. Pasha Allahun thotë, unë nuk friksohem thotë për ju nga varfëria. La al-faqra akhsha aleikum, ka thënë pejgamberi. Nuk jam unë që friksohem se juve do të jeni të varfër dhe do të shkatroj. Jo, nuk është kjo që unë kam frikë për ju. Pra kjo vlen për atëherë edhe për deri sot. Thotë për çka unë them të kam frikë se do t'ju hapet juve dunjoja ashtu si ju hap popujve që ishin para jush. Tash flet për edhe para pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Njëjta histori përsëritet të vëllezër. U është hap atyre dunjoja, janë dhënë mbas dunjojës e janë shkatruar. Edhe ju thotë kam frikë se juve do t'ju hapet dunjoja, do të jepni, do të garoni thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të garoni mbas dunjojës edhe do të shkatroj. Edhe kjo e shohim ne sot. Sa njerëz janë të mirë vëllezër. Pak bëjnë pasuri, i haron familjen, e haron vëllezërit e vet, e haron akrabat e vet, i haron krejt çka i ka. Për shkak të pasurisë. Sa njerëz dunjoja i ka mashtruar. Prej njerëz të udhëzuar, të bindur, të përulur për Allahu subhanahu wa taala, kthehen në shejtan. Kthehen në njerëz që nuk duan të dëgjojnë prej fjalëve të Allahut as një gerë, jo më tepër. Për këtë arsye vëllezër, kthehemi që kjo është këshilla që neve ta dimë realitetin e kësaj dunjoje dhe ta praktikojmë atë që na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala dhe i dërguari i tij. Pra ta dimë se kjo dunjë është sprov, nëse edhe është dorë të Allahut, pra risku në këtë dunjë është dorë të Allahut, nëse Allahu na jep jemi të kënaqur, nëse Allahu na ndal jemi të kënaqur, pse është saktimi i Allahut dhe e di më së miri ka urtësinë të. Kjo është besimi jon dhe kështu do të shpëtojmë. Këtu i kena dy elemente. Pra, kena diturinë se është caktimi i Allahut dhe kena durimin, nëse është caktimi i Allahut në mospasje apo kena pak. Pra tham të dy elementet blen këtu. Dituri që është caktimi i Allahut dhe frymëzimi në dorë të Allahut dhe e dyta kena durim ndaj asaj që Allahu na ka përcaktuar neve. Pastaj si tjetër pikë që vlen të ceket në këtë kohë moderne është relativizimi moral. Pra kur morali tash dhe përcaktimi se çka është e moralshme dhe çka nuk është e moralshme, njerëzit ja lojnë njerëzve. Nuk e kthejnë tek Zoti. Kjo është problematika shumë e madhe. Këtu kanë ra edhe prift, kanë ra ndoshta edhe hoxhallar. Kanë ra njerëz të cilët me të vërtet janë simbol fetar. Kur themi simbol fetar, themi janë simbol fetar që i japin përparësi moralit të shëndosh. Mirë po, pse bijnë këto? Për shkak të afrimit që ka thonë Allahu subhanahu i dërguari sallallahu alaihi wasallam, aq shumë do të afrohen tokat, domethënë kjo është ka qenë për qëllim. Se neve do ta dimë çka ndodh në qoshin e dinjos. Do të vinë domethënë aq shumë do të afrohen tokat, saqë ne do të dimë çka ndodh në skajin e dinjos, ata do të dinë çka ndodh te ne. Dhe për këtë arsye tash me këtë çka ndodh, këtë globalizëm ta quajmë, kjo është shkaktar kryesor ndoshta për të ra njeriu apo për ta ul njeriu çka vlerat e tij morale që i ka. Vetëm se çashtu është trendi, çashtu është vendi, çashtu e lip vendi. Ti thu mos më se kjo është e qartë, ka ajet, ka hadith. Jo, thot. Nuk është kjo për kohën tonë. Edhe ndodh prej muslimanëve të sotit që falen ndoshta 5 kohë namazin, thot kjo nuk është valide në kohën tonë, ka qenë kohën e pejgamberit, sot nuk është valide. A ne dim shumë që Kurani është fjala e Allahut subhanahu wa taala. Edhe pse është fjala e Allahut i gjithdijshmit, ai e ka bërë për çdo kohë derisa ngritet Kurani. Pra derisa ngritet Kurani është valid për çdo kohë dhe çdo vit. Për këtë arsye themi, këto tash edhe gjërat që kanë qenë të moralshme, themi gjëra universale të moralshme, sot i kanë ndruar.
Pra gjërat që është shtu njerëzimi deri sot, që Allahu ka bërë rregull se si shtohet njerëzimi dhe të arrim deri sot, këto edhe këtë fakt i të pathyeshëm biologjik, ato e mohojnë. Thonë jo, ka mundsi njeriu ndryshe ndjehet. Ka mundsi njeriu të morë me ato që e dim rastin burr me burr apo grua me grua kështu me radhë. Pra e prishin diçka që ka qenë me mileniume ka qenë e rregulluar dhe nuk ka pas dyshim to. Ka ardhur koha sot çto rrjetet sociale dhe ndikimi jashtëm, ndikimi njerëzve që jetuan sherrin njerëzimit, ka ardhur që sot ndoshta bien të edhe muslimanët. Jo ndoshta, po bien të edhe muslimanët. Pas e paraqiten në përvete ndryshe paraqiten musliman që është gay për shembull. Muslimani që është lesbike. Si mund ndodhe kjo? Nuk shkojnë njëra me tjetrën. Po aq shumë është influencat e njerëzit, dhe aq shumë njerëzit shikojnë që përmendën në fillim, që si brain rot informata të kalbura, sa që ati i mbushet menja mas një kohë çka të vjen deri te rezultati se bon. Çka të keqë? Si mund pse jo? Nuk është kufër, nuk i mohon Zotin, ki e do Zotin, ki e do fen, e do Islam, e di shahadetin, i praktikon 5 vakte namazit, praktikon zekatin, pse nuk bën? Pse s'bën me qenë? Pra aq shumë ka dilema sa që njerëzit fillojnë të arsitojnë edhe këto çështje. Për këtë arsye tham, kujt i takon kjo çështje të cakton çka është e mirë, çka është e keqe? Vetëm Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye themi se Allahu thotë Kur'an innal hukmu illa lillah. Gjykimi dhe përcaktimi është vetëm i Allahut subhanahu wa taala. Ai përcakton çka është e mirë dhe çka është e keqe. Kur njerëzimi ta kupton këtë çështje do të kthehet në rrugë drejt. Gjasa njerëzimi mendon se secili ka drejt me mendjen e vet, sa njerëz ka ta përcakton që kjo është e mirë, që kjo është e keqe, atëherë dijeni se ai vend do të shkatërrohet dhe ajo familje do të shkatërrohet. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot amara alla ta'budu illa iyyahu. Pra ai është Allahu i cili përcakton, pra gjykimi dhe hukmi takon vetëm Allahut, dhe ai ka urdhëruar çka që mos të adhurohet askush tjetër përveç Allahut. Kjo është shumë e rëndësishme vëllezër. Kjo është gjykim. Pra kjo është Allahu na tregon neve në Kur'an se kjo është e drejta, kjo është e mira. Pra e mira është që gjykimin t'ia lëm Allahut në dorë, ai na tregon çka është e mira dhe neve na urdhon ta bëjmë. Ai thotë çka është e keqe dhe na urdhon që të largohemi prej saj. Një prej tyre është adhurimi i vetmit të Allah. Dhe këtu ka shumë njerëz. Prandaj edhe Allahu e ka thënë si zullumin më të madh dhe ka thënë si problematikën dhe padrejtësinë më të madhe, ka thënë çka ti bësh shirkati. Ai është furnizuesi, ai është krijuesi, ai është mirëmbajtësi, ai është, domethënë 99 emra edhe më tepër, të gjitha i takojnë Allahut subhanallahu ashtu si ka përcaktuar, edhe në fund themi diçka e cila çka vetë kena bë me dorët tona apo na ka vënë dikush tjetër më herët, edhe ky është ortak me Zotin. Edhe ky ka hisën në përcaktimin e rrezikut apo në diçka tjetër. Kjo është e paligjshme, prandaj edhe Allahu ka thënë si zullumin më të madh. Është padrejtësia më e madhe vëllezër. Themi ti bëjmë Allahut të një që është i një i vetmi, ti bëjmë shok atij. Themi se diçka tjetër është e barabartë me to. Hasha lillah, është gjë më e keqe që mund të ndodhë njeriu. Pastaj thot am lahum shurakaun shar'u lahum min ad-din ma lam yu'dhan bihi Allah. Thot Allahu subhanahu wa taala, apo kanë ata idhuj, kanë ata ortak që i kanë bërë Zot, që ja kanë përshkruajtur Zotit, apo ato ortakët që ata ja përshkruajnë Zotit, ata kanë përcaktuar këtyre një fe tjetër përveç asaj që e ka lënë Allahu, apo pa lejen e Allahut. Për këtë arsye vëllezër, ta kuptojmë një herë për gjithmonë. E mirë dhe mirën dhe të keqen çka e cakton vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pikë tjetër që është si sprovë dhe si problematikë në kohën tonë është edhe rutina. Rutina e njerëzve të përditshëm. Kjo rutinë vëllezër, dënjer na bën çaç na bëhet e fiksuar, saqë mendojmë që patjetër ta mbajmë atë rutinë. Edhe s'mund dalim prej saj. Dhe kjo është këtë ndikim na japin ata të cilët nuk shpresojnë botën tjetër. Sistemi ka vendin e vet, shariat. Pra të jetë njeriu i rregullt dhe rregullësia gjatë ditës e ka vendin e vet në shariat. Mirpo, jo të bëhet kjo tagut, jo kjo të bëhet diçka nga e cila ne nuk duhet të lëvizim as pak, as 1 milimetër në gjatës, as majtës, as para as mbas. Pra rutinë e përditshme. Kjo më shumë është e hasim te ne, elhamdulillah, ka raste kur është kaotike edhe mund ta shfrytëzojmë për të mirë. Mirpo kur është dikundi edhe adhurohet gjajti si sistemi të mbahet patjetër dhe nuk lejohet asnjë lëvizje gjatë as najtës, kjo na bën neve çka, na bën pastaj të arrijmë deri në një fazë në të cilën mendojmë se as për namaz nuk kena drejt të ndajmë kohë prej punës tonë për shkak se him dorë shefit. Nuk kena drejt ta bëjmë kohë për shkak të kësaj. Nuk kena him domethënë në rutinën e përditshme, jena si më thon
ma gjepsur ma rutinën që kena të përditshme, edhe në fund çka ndodh? Fund nuk japim hakin as familjes, as Allahut, as kërkujt. Pse? Se mendojmë si ne të bëu punë të madhe. Kush na ka bëu kët? Na kanë shtri në mendjen tonë ata të cilët nuk besojnë në ahiretin. Ata të cilët ndoshta e dinë se kanë mungesë shpirtërore, por nuk e dinë ku ta kërkojnë atë, ku ta gjejnë atë çrimin e kësaj mungese shpirtërore. Prandaj themi rutina e përditshme vëllezër është ajo çka për një pjesë të madhe të njerëzve, sidomos në perëndim, bëhet shkak dhe është sprov që nuk ndan kohë për shpirtin e vet. Nuk ndan kohë për atë për të cilin ka më shumë të nevojë. Pse? Se thot unë kam këtë lloj rutine dhe nuk kam kohë të shti kur gjë. Se kam bërë 5 minuta për këtë, 10 për këtë, 10 për këtë. Pra ka bënë një farë rutine që aty logjikën e atij duket tamam. Edhe pastaj nuk ka, thot s'kam kohë tash, s'kam kohë, s'falem. Kur ta shohësh se çka ka, çfarë programi ka, me vërtet s'ka kohë. Nëse e shohim ai si është. Po jo, ka gjëra që janë primare, janë parsore. Pra në fillimisht ndahet koha e Allahut, pastaj koha e vetes, pastaj ndahesh kohë për familjen tënde. Prandaj edhe njerëz bëhet sprove edhe çka, edhe ajo rutinë e përgjithshme, edhe aty hin edhe ngutja, hin edhe stresi i tepërt. Normal që formohet stres, se ti nuk ndan për aspektin shpirtëror kur gjë. Ti synim kryesor, ashtu ta kanë mbjell, ashtu ta kanë imponuar trunin tonë se duhet të jesh i suksesshëm këtë dynjë dhe duhet të bësh parë shumë. Kjo është ajo që sot jetojnë shumica e njerëzve. Morët bëmi pasër, se me pasuri do të vijë lumturia, harrohe. Kështu nuk mendon besimtari. Kështu mendojnë ata të cilët nuk besojnë në botën tjetër, mos them jo besimtarët. Por ata të cilët shumë pak besojnë në botën tjetër apo botën tjetër e besojnë vetëm formalisht. Çka? Morët jemi suksesshëm. Është vërtet që për të qenë suksesshëm duhet punosh. Por nuk do të thonë kjo që ti ta lësh pjesën tjetër, sepse suksesi duhet edhe në aspektin fetar, suksesi duhet edhe me raportin tonë me familjen, me raportin tonë me shoqërinë kështu me radhë. Për këtë arsye themi vëllezër se kjo është një sprov të cilën shumica e njerëzve mendojnë e kanë dhe mendojnë se mund të arrijnë lumturinë duke e ruajtur rutinën të cilën e kanë, rutinë e cila është ndoshta e gabuar dhe ka elemente të cilat nuk i takojnë një besimtar. Tash bëhet pyetja si ta ruajmë besimin tonë në këtë kohë. Vëllezër, është një fjalë e Omerit, radiallahu anhu, që duhet shkruhet me ari. Pse? Thot Omeri radiallahu anhu, thot, kunna ishim ne, tash flet për gjendjen e sahabëve para se marrë pejgamberi sa. Thot ishim ne çka? Umme, popull, thot më i edhella umme, më i nënçmuari. Edhe është vërtet, nëse shihni historisë çka kanë bërë arabët para se marrë pejgamberi sa, do ta shohim që me vërtet kanë pas elemente që neve s'na merr mendja, për shembull ta vrasësh vajzën sa ka lind. Ta veshësh me teshat më të bukura. E ta çosh të hapësh një grop, ta afrosh deri te gropa, ti thosh shife çka ka aty edhe ta shtish edhe ta mblosh. Vajza sa ka lind, sa ka nis të hece. Kjo s'ka ndodhur në përpoqje. Mi po çka? Kështu, këtë përshkruan Omeri, thotë kena qenë populli më i nënçmuar. Para se marrë Islamin, thotë pastaj na hedh, por Allahu na çka na ngriti. Na ngriti me çka? Me Islam. Edhe thotë wa mahma thot ibtagayna al-izzata fi ghayrihi adallana Allah. Thot edhe kur do që neve kërkojmë krenarinë dhe ngritjen në diçka tjetër përveç Islamit, çka do ndodhe me neve? Do të na poshtron Allah. Edhe kjo është atëherë vlen edhe për sot. Prandaj, prej arsyeve kryesore që neve mund dhe duhet ta ruajmë besimin ton, është namazi. Nuk ka shansa njeriu të ruajë besimin vet pa namaz. Namazi është shtyrë për shtyrët e Islamit. Prandaj me çdo shtyrë për shtyrët e Islamit neve e mbrojmë fen. Mirpo, e përmendim namazin si të parë se është ajo që 5 herë në ditë neve çka kemi kontakt me Allahun subhanuhu teala. Dhe namazi vëllezër është aq me vlerë saqë është bë obligim çka në qiell, nuk është bë obligim në tokë si obligime tjera. Pastaj çka është me rëndësi se për namazin kanë ardhur shumë hadithe kërcënuese për lëndsin e namazit, për ata i cili nuk e fal namazin. Nuk do të përmendim vetëm se një. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdu baynana wa baynahum as-salah." Dallimi, vija ndarse mes neve dhe atyre është namazi. Men taraka fakat kafir. Kush e le ka bë kufër. Si ta kuptojmë këtë vëllezër? Kjo kuptohet qartë vëllezër. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë qartë. Me fjalë tjera nuk paramendohet musliman pa namaz. Kështu shkurt të shqip. Nuk paramendohet muslimani ti thotë vetes, ai vetë, nuk shohim që kërkush ka i thotë. Jo.
Nuk shkojmë atë hiç. Nuk paramendohet muslimani mentarisht i shëndosh, ti thosë vetes musliman e nuk e fal namazin. Çka? Me fjalë shkurtë, mjafton. Për këtë arsye çka? Si kjo ka hadithe tjera plot. Jo obligu ti luftoj njerëzit derisa ta thonë shahadetin e ta fal namazin. Prandaj këto janë shtylla vëllezër. I tham kur shtylla është e shëndosh, ndërto pastaj sa të dush. Po nëse ne shtyllat e Islamit nuk i kena, pse presim të bëjmë gjëra tjera? Pse dëshirojmë ndihmë nga ana e Allahut? A doni vëllezër të ndihmojnë neve vëllezërit që janë në Gaza, vëllezërit që janë në Sudane, vëllezërit që kanë problematike në Burma? A doni të ndihmojmë atyre? Nuk ka mundësi të ndihmojmë më mirë se sa neve t'i kthejnë fesë Allahut. S'ka shansa neve t'i ndihmojmë. Apo më mbi ta formulojmë kështu. Nuk ka shansa që Allahu të ndihmon atyre nëse neve nuk e ndihmojmë vetë tonë, nëse neve nuk e ndihmojmë fenë. Allahu ka premtuar që nëse in tansurullaha yansurkum. Qartë. Është, domethënë rregull. Nëse ju ndihmoni fenë Allahut, çka ndodh? Allahu do ndihmon juve. Kjo vlen për këtë. Ne jemi një umet. Ne do ta llogarisim se ne jemi një umet. Një umet jemi, me të Gazës, me të Burmës, me këtë. Për këtë arsye, nëse dëshirojmë neve që të përmirësohet gjendja në Gaza, në Burma, në Sudan, ku është ajo në vende të cilat e kanë ndoshta gjendjen më të keqe se të Gazës, por nuk ka mjet të informimi dhe ne nuk dimë kur gjë. Vesh me letra ndoshta na informojnë se na ka ndodhur kjo e kjo, ka mbra më shumë se sa në Gaza. Por problemi çka është? Neve na intereson çka mund neve të bëjmë. E ne çka mund të bëjmë po? Na ka treguar Allahu në Kur'an. Thot in tansurullaha yansurkum. Nëse ju e ndihmoni fen Allahut, Allahu ndihmon juve. Ka juve krejt umetin musliman. Ne përmirësohena këtu, përmirësohet gjendja e tij. Ne këtu jena bërbat edhe shumë lart fesë, Allahu nuk lishon ndihmë. Për këtë arsye vëllezër, nëse dëshirojmë neve të ndihmojmë vëllezërit musliman kudo që janë ata, ti kthehemi rrugës së Allahut, ti kthehemi fesë Allahut, atëherë do ta shohim se Allahu do të na ngritë, si ka përmend Omeri, se nuk na ngrit Allahu ndryshe përveç se nëse i kthehena fesë Allahut. Dhe këtë kena pa, kena fakt, kohën e Omerit janë bërë çlirime më të mëdha. Kanë qenë njerëz të kapur për fenë Allah, prandaj Allahu ka dhënë sukses. U ka dhënë sukses prej arab, të nën shmuum, që kërkues i ka njoft, deri të shkojnë të çlirin me Persi, me Roma, me kit. I kanë çliruar vëllezër, pse? Kanë pas diturinë bazike të shëndosh që duhet të ndihmohet fe Allahut, nëse do të shërim neve, Allahu të na ndihmon. Pastaj kemi edhe leximin e Kuranit, vëllezër, nuk ka mundësi njeriu thash ta ndjen veten si ka hisën në Islam nëse ai nuk lexon Kur'an dhe nuk mediton rreth Kur'anit. Këtë e përmend edhe gjatë Ramazanit. Nuk është vetëm leximi i Kur'anit, vetëm të themi Elif Lam Mim, Dhalikal Kitabu të marrë sevap. Jo. Ai është mesazh të cilën neve duhet patjetër ta meditojmë rreth saj. Kur'ani ka zbrit për neve, nuk ka zbrit ta vendosim në raft apo vetëm ta lexojmë. Për këtë arsye, përveç leximit të vëllezër, patjetër e kena të meditojmë rreth ajeteve që Allahu i ka zbritur në Kur'an. Pastaj edhe zgjedhja e shoqërisë së mirë. Kjo është kyçe. Nuk ka mundësi të përmirësohena nëse neve rrim me njerëz të gabuar. Nuk ka mundësi të përmirësohena nëse neve nuk rrim me njerëz të cilët na përkujtojnë Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ala dini khalili, falyanzur ahadukum man yukhalil. Thot njeriu është në fen çka e shokut të vet. Prandaj shifeni me karrini. Ne këtë kena probleme tek më të madhe në prindër. Se shohim se djali kur rrim me një grup të keq çka i ndodh. Dhe shohim që djali kur rrim me një grup të mirë çka i ndodh. Prej këtu vjen Erdogan, janë nis çaje, ku diçka domethënë veset këshie. Kur vjen prej grupi tjetër, vetëm ditë kallzoi derse, da ka thon filon hoxha kështu, filon hoxha ka dhënë shpërshtypjen, ka treguar rastin e filonit sahab prej hesab, domethënë vjen i mbushur me iman. Se kanë gjemi një shoqëri e cila ka qenë e hajrit. Këtë e përjetoj ta them për birin tim. Kur i me këto i vjen çashtu, kur vjen me këto tjera që rrin dhe ja përkujtojnë Allahut, vin këtë që ders të mba, jo më tepër, ders të mba. Tak, ti çuditesh. Sa ndikon, ai është fletë e bardh. Ku ta çosh çashtu kanë më shkruar në të. Për këtë arsye vëllezër, kjo është ajo. Edhe tjetra çka prej pikave me të cilat do ta përfundojmë inshallah, është e para vetdia për sprovat e kohës. Mos i neglizhojmë sprovat aktuale që kena. Do të flasim vëllezër. Çka që përmenda brain rotin, hini lexoni se sa e rrezikshëm është. Pra, ne çka mund të bëjmë? Bëjmë të pa kontrollojmë. Kur ta kenë çka shikojnë. Lejabe, shiko, ama ti është edhe ti mat. Ose ndalja, valla nuk është rënë të ndalish. Këtë gabojmë u hapim për shembull mobila fëmijëve ton para se u vjen koha. Merri Allah. Merri apo jepja në prezencën tënde. Se me vërtet atë i tham, shet gjoja që ja kalbin trunin. Edhe u krimo. Si të kalbe truni vëllezër, u kri punën e tij. Ai s'mson mo.
Ai s'm fokusohet. S'ka fokusim ai. Se i dalin atij non stop video ndryshme, gjëra të cilat nuk lidhen njëra me tjetrën, edhe i kalbe truni. Për këtë arsye vëllezër, kjo e para të jemi të vetëdijshëm për provat aktuale, edhe e dyta të marrim domethënë shembuj nga koha e kaluar, se si ata kanë kaluar provat, se me sa burni dhe çka kanë bërë ato kur u kanë ardhur provat. Prej tyre është edhe Jusufi alayhis salam, i cili në provat më të rënda që ka pas çka ka kërkuar prej Allahut ndihmë që Allahu ta ndihmon. Kjo është vëllezër. Nuk ka mundësi neve mos bëjmë prova nëse neve nuk kërkojmë ndihmë nga ana e Allahut subhanahu wa taala. Edhe dijeni vëllezër që kjo fe nuk mbrohet, nuk ngritet, nuk praktikohet nëse pa sakrifica. Ka njerë vëllezër, siç ka ndodhur kohën e pejgamberit, çka e kalon vendet e tyre, kalon pasurinë e tyre. Ka sprova kjo fe. Kjo ka fe do sakrificë. Pa sakrificë nuk ngritet. Mirë po, nëse neve jena të sinqert me Allahun subhanahu wa taala, atëherë edhe Allahu do ta sjell pastaj tham fitoren, në të cilin fitore do të kënaqet zemrat tona, do ta shohim që me vërtet shoqëria jonë është ngrit në baza të shëndosha, shoqërinë tonë adhurohet Allahu, falet namazi, nuk i kena njerëzit e ndershëm, nuk ka zina, nuk ka pirje të alkoolit kështu me radhë. Pra do ta shohim pse? Sepse është rezultat nga ana e Allahut subhanallahu teala, kur neve do ta ndihmojmë fenë Allahut, Allahu do ta ndihmon neve. Dhe për këtë arsye lutim Allahun subhanallahu teala që të na bën vetëdijshëm me hallin dhe gjendjen që e kena në vetet tona, në shtëpinë tona, në familjet tona, në rrethin tonë, në vendin tonë. Gjithashtu lutim Allahun subhanallahu teala që këto sprova që neve na kanë ardhur deri tash, këti kena shtëpiat tona, Allahu na mundson që të veprojmë shëndosh me ta dhe t'i kalojmë në mënyrë më të mirë që di Allahu subhanahu wa taala të na mëson neve. Gjithashtu lutem Allahu subhanahu që të na mundson neve si musliman këto sprova t'i kalojmë në mënyrë më të mirë dhe të bëhen shkak që të jenë pastrim për neve, të bëhen shkak që të jenë ngritje për neve, dhe jo të jenë shkak këto sprova që Allahu të na ul neve. A'udhu billah, lutem Allahun që mos na ndodh kjo. Gjithashtu lutem Allahun subhanallahu që ashtu që na ka bashkuar në këtë kohë, në këtë vend të bekuar ku e rrethojmë me laqet, të na mundson Allahu që të ngritemi prej këtu, të falur prej gjunaheve dhe gjithashtu të na bashkon në xhenetul firdaus al-a'la wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.